Flasim pak për 3 rajonet. Më the që një ndarje shumë e mirë apo një ide shumë e mirë për rajonet do t'ishte për Shqipërinë do ishte 3 rajone. Lidhet e para, lidhet me zhvillimin natyral që ka Shqipëria. Ne gjithmonë kemi thënë që kemi Shqipërinë mund ta organizojmë në 3 rajone që duket sikur tingulloj një shej jo i kështu simbolikisht jo mirë rajoni i veriut i Shqipërisë mesme dhe i jugut. Por, unë i kam dhënë një zgjidhje në propozimin tim, ne kam thënë ne mund t'i embrojmë ato me emrat e deteve, se Shqipëria ka një vi 340 km vi detare, cile kufizon në territor 11 bashki, dhe unë kam thënë ne mund t'kemi rajonin që lidhi me emrin e detit, rajonin Adriatikut, që është pjesa e veriut, rajonin Adriatiko Jonjan, që është lidhet me Durrësin, Tiranën dhe Elbasanin, kjo pjesa e Shqipërisë mesme, dhe rajonin e jugut apo Adriatikut, që lidhet me pjesën tjetër e Jonit, pra. Në këtë aspekt, mendoj që përveç dimensionit statistikor, administrativ, naturalitetit, si që thamë për rrethet, themi dhe për rajone. Dhe atëre, ky lloj kompozimi është bërë krejt natyrshëm jashtë interesave politike. Po në 3 rajone, si mund të ndodh me bashkit? Pra, i bie në reduktim? Apo në qëndrim të numrit që kemi aktual? Shumë profesionale pyetja ju. Në fakt, me të drejtë, kur bën këtë grupimin në 3 rajone, logjikisht mendoj se mund të ketë nevojë për të reduktuar. Ose jo detyrimisht për të reduktuar, por nuk shqetësohet, nuk përbën probleme dhe po të ketë një numër më të zgjeruar, por mundet të shkojë. Një nga variantet unë e kam propozuar në fakt që Shqipëria mundet të shkojë në 3 rajone edhe të ruaj modelin e bashkive qark, bashkive rrethe, që mund të jenë 36 rrethe dhe 3 rajone. Këtu kemi një pyetje, sa drejtues politik do jenë pastaj, nga partitë politike? Shiko, nuk e di si do jenë partitë politike, po unë nuk kam fsheh asnjëherë qasje në mendimin tim, qëndrimin tim, të dhënat e mia nga ekspertiza dhe profesionalizmi, por një gjë është e vërtetë, Alba. Unë këtë raportin e kam dërguar në parlament me porosi të Partisë Demokratike dhe të opozitës, edhe opsioni është aty. Se si u konfigurove politikisht? Unë besoj që nuk është trajtuar kështu, po edhe mundet të trajtohet, po sikundër ka dhe opsione tjera. Po ajo që duhet të them, në këtë vetëm më le pak kohë, nuk është çështja nëse bëjmë të ndarjen kështu nga pikpamja harta politike administrative, ne mund të bëjmë sa dush. Vetëm zgjidhja është elementi administrativ. Si do t'i zgjedhim qarkun, çfarë detyrash do t'i japim? A do ta përqendrojmë administratën në formën në një piramide, pra nga qeveria në nivelin e dytë dhe në nivelin e parë. Pra njerëzit duhet të orientohen në qark, që për shembull në qarkun pra në këtë rajonin në një nga këto rajonet, pra tash se s'po i vej mas në Shqipërinë e mesme, pra rajoni Adriatiko Jonjan, do të kemi këtu përfaqësues të agjencitë dekoncentruara, njësitë qeverisjes vendore, sistemin e drejtësisë, çështjet e arsimit edhe gjithçka tjetër që qytetarët ta kenë. Kërkojmë një studim të mirëfillt kjo lloj ideje që po jep? Po sigurisht më kërko dhe kemi shtruar, ka dhe të tjerë që mund ta plotësojmë më mirë. Unë po ju jap vetëm një shembull. A ka më kaos është shkaktuar sot që